Ndërkohë që vëmendja ndërkombëtare është e përqendruar në luftën në Ukrainë, tensionet në Ballkanin Perëndimor po thellohen dhe Kosova qëndron në epicentër të përplasjeve të vjetra dhe të reja. Vizita e fundit e sekretarit të jashtëm britanik David Lammy në rajon e ka vënë në paqartë ndërhyrje ruse. Interesa strategjike perëndimore dhe marrëdhëniet e brishta ndëretnike po e bëjnë Kosovën dhe rreth saj një vatër të nxehtë dhe potencial për destabilizim të gjerë. Në intervistat për Politico gjatë vizitës në rajon, Lammy theksoi se dora e gjatë ndërhyrjes ruse është evidente edhe në Ballkanin Perëndimor, ku Moska synon të mbajë rajonin në krizë të përhershme për të penguar integrimin në strukturat euroatlantike. Kosova me historinë e saj të pavarësisë nga Serbia dhe mbështetjen e fortë perëndimore është një pengesë drejt për drejt për interesat e Kremlinit. Sipas zburimeve britanike dhe kosovare, Rusia është përfshirë aktivisht në mbështetjen e strukturave serbe në veri të Kosovës, përfshirë përmes operacioneve të inteligjencës dhe fushatave dezinformuese. Qendra e është quajtur humanitare serbo-ruse pranë kufirit në Kosovën që Prishtina e quan të qendër spiune është një ndër pikat ku ky ndikim shihet si institucional. Tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit nuk janë vetëm të ftohta diplomatike, ato janë kthyer në përplasje të rrezikshme në terren.